po falshme për ne. Kjo të regon edhe herë që ekipi, çdo ekip sa do cilësi të ketë, nëse s'ka motivimin e duhur për paraneshjes, nuk arrin me shprehat në fushë. Fillu mirë, po atë me rastet tona, dikun për cilësi, dikun për egoizëm të prum, nuk arritëm shënonin. Ma ne fillum të u bërë nervöz, doshim me kërku golin në mënyra që s'janë mënyra tona. Por duhet të thonë që është nga neshjet më të këqija që kena bo. Të pakten me ndresh duhet ishim më të qartë, sepse kjo ishte neshjet që kapshin vellin e parë prap. Ishim aty ku kishim kënë gati pothuajse tonë kampionatin e pa falshme. Mendoni se ndikojnë për ndeshjet e ardhshme këto 3 humbje radhazi? Po, ndikojnë. Ana psikologjike është më e rëndësishme në këto momente, po gjithsesi janë edhe 2 ndeshjet deri në fund kampionatit, do t'i bëjmë mundona bë maksimumin edhe shohim final formën. Pa knasi tifozat, s'kojnë fahiq, nuk kojnë fahiq, i kuptoj drejt, por thash, nëse si e mobilizum 100%, ka si çdo kundërshtarit nuk ja del për me fitu ndeshjen, kështu që unë personalisht i kërkoj njes, edhe s'kam gjatë edhe me i thonë, veç kena ndeshjet mërkurin, duhet të punojnë në anën psikologjike, sepse është me thonë drejtën është të rënduar në këta momente, por të shohim tjetrin por. 2 sfida shumë të rëndësishme, mund të themi tepër të forta. Tirana dhe Flamurtari që luftojnë për mbijetesë. S'ka asnjë të lehtë, nuk ka asnjë të lehtë, nuk ka asnjë ndeshje që është e lehtë. Aq më tepër kur ti si 100% i gatshëm për me përballu një ndeshje ose në vlerëson një ndeshje që ne vlerësojmë ne sot. Bollazhin atëherë çdo ndeshje është e vështirë, aq më tepër që si Tirana si Vlora janë pothuajse të njëjtat pozita. Bëhet e vështirë, po gjithsesi do bëjmë maksimumin. Çfarë do të ndryshojë në Final Four, sepse tashmë është një ndeshje lartë, nuk është shumë. Ne duhet të shohim ndeshjen që na vjen të mërkurë në Final Four, është larg, do të thonë këta 3 pikë për ne sa të ishin të arta, sa arritme me i marr. Edhe janë shumë të rëndësishme pikë, me formulën që është për gjysmëruar pikë, duhet jesh të kapësh vellin e parë gjëna. Prandaj them, duhet marrojmë këta ndeshje, më dhe shohim Final Four.